Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi me ligjëratën e rregullt prej ligjëratave që jemi duke folur rreth ndërtimit të shëndosh të karakterit muslimanit. Sonte me lejnë Allahut do të shohim se si ta ruajmë gjuhën, si ta pastrojmë atë, nëse ka nevojë më pastru, dhe pastaj si ndikon kjo në ndërtim të shëndosh të karakterit të besimtarit. Po e nisim këtë me një ajet që është interesante, dhe pse krejt ajetet janë interesante, mirë po nuk e di, a ju shkon në menja gjithë atyre që e lexojnë në atë që aludon ky ajet. Ose këtu ajet në fakt. Thot Allah i lartësuar, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Kur Allahu thot kanë shpëtuar, do mos ka rrezik për ta, dhe nuk ka problem për ta. Mirë kanë punë. Kanë shpëtuar besimtarët, u kry punë atyne. Shpëtun, kur Allahu thot shpëtun. Mirë, kush janë këta tash? Qad aflaha al-mu'minun, tani Allahu po i përmend cilësitë e këtyre mu'minëve, besimtarëve, të cilët do të jenë të shpëtuar me dëshmitë e Allahut. Cilësia e parë e tyre thotë alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ata të cilët namazin e tyre e bojnë me përkushtim, me përqendrim dhe me vëmendje. Kjo e para. E dyta, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Edhe ata të cilët ndaj fjalëve të kota largohen. Edhe nuk mirën, as nuk i thojnë, as nuk i dëgjojnë, as nuk i praktikojnë fjalët e kota. Çka do të thonë kjo? Kjo do të thonë që janë në rregull me gjuhën. Ky ajet, pas namazit, besimtarët të cilët do të jenë të shpëtuar në ditën e gjykimit, dhe në gjitha stacionet pastaj prej vdekjes e deri sa të hyjnë në xhenet, cilësia e parë e tyre është namazi. Namazin e kanë në rregull. Janë të përqendruar namaz me vëmendje, me përkushtim, me përulje, falin namazin, pastaj e ruajnë gjuhën. E dyta më herë. Mirë, pse këtë renditje e ka bërë Allahu i lartësuar në këtë formë, do të mundohemi me gjetë shpjegimin të hadithit të cilin e transmeton Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, i cili thotë isha me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe po e pyes, po i tham, oj dërguari i Allahut, alimni amalan yudkhiluni al-janna wa yub'iduni 'anil nar. Këtë hadith e kena përmend, po e kena përmend me një kontekst tjetër, tash do ta përmendim me një kontekst tjetër. Thotoi dërguari i Allahut, më trego për një punë të cilën nëse e veproj, më shtin në xhenet dhe më largon prej zjarrit të xhenemit. Thot Muadh ibn Jabal në këtë kohë ka pas një 6-17 vjet, ose më pak se 20, po e shihni çfarë derti ka pas. Derti i tij është kanë shmehin xhenet, shmeh shtu xhenemit, thoi dërguari i Allahut. Po ku janë martesa, ku janë familja, ku janë shtëpia, ku janë bizneset, ku janë krejt këtu. Normal që janë konë pjesë e jetës tina, mos se ka pas preokupim kryesor këtu. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam po i thotë, o Muadh, ke pyet për diçka të madhe. E cila është e lehtë, e madhe në këtë rast, po i thotë diçka nuk është bashkë e lehtë. Sepse me hyjë në xhenet, edhe me pështu zjarrin e xhenemit nuk është bashkë e lehtë, sepse duhet me qenë puna kryesore, edhe duhet me qenë preokupimi kryesor, edhe krejt që duhet mu derdh mundi. Edhe koncentrimi muslimanit, ke vetë për diçka të madhe, mirë, pa ajo është e lehtë për ato që ja lehtëson Allah. Edhe tash, pejgamberi alayhi salatu wasalam pa e përmend se çysh me hyjë në xhenet. A e veti Muadh ibn Jabali që me hyjë në xhenet? Mirë, që tash nga. Sikur bëhet Muadh ibn Jabali që tash nga një dhjo. Çysh me hyjë në xhenet? Edhe shpip shtu xhenemit. Thot ta'bud Allah wa la tushriku bihi shay'an. Me bë ibadet vetëm Allahut, me adhuru vetëm Allahut, mos i bësh shok, kjo dihet, von kjo është kusht. Kjo është kusht për me mësy xhenetit. Pastaj me vepra tjera sa afrohemi, sa largohemi, ama për me mësy xhenetit është kusht, mos i bësh shok Zotit. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, me fal namazin, me dhon zakatin, me agjëru Ramazanin, edhe me shku në Kabe. Ja përmend këtë kushtet. Ngoni mirë, këtë të vepra madhore, edhe këtë të kodra të mëdhoja, që ja përmend pejgamberi alayhi salatu wasallam, e shohim se në fund ç'ja lidh, me çka i lidh. Domthon këtu shtyllat e Islamit. Pastaj thot, a do të më tregu për punë të dyrë të hajrit? Domthon këtu janë vaxhibet, këtu janë shtyllat e fesë që s'bën pa to. Mirë, apo do të më tregu për një hajër të madh?
Thot, gjithsesi Muadhi radiallahu anhu, për shta sikur po do të më thonë, për shta pyeta. Ti veç kallëzon çysh se unë jam i gatshëm. Se unë kom pyet për më. Në kom pyet edhe veç hajt ta bëj një pyetje dhe mos thoj njerëzit që vallahi se vetë hoqën kur ju. Ose s'pat çka me vetë, zahar po vetë s'po di kështu. Sahabët kur kanë vetë për me fut në praktikë. E Muadhi ibn Xhabeli sikur do të thonë, gjithsesi i dëgjon Allah, po thotë. Çka do të më thonë për shtem të vetë, veç kallëzon ti. I thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, agjerimi është mburoj. Domthon agjerimi nafilet është, se agjerimi e Ramazanit shkoj më herët. Ky është agjerimi nafile, agjerimi nafile është mburoj. Tash nëse agjerimi nafile është mburoj, atëherë agjerimi farz është edhe më mburoj. Sadaka i shkym. Interesant çka ka fjalë. I fik të këqijat sikur se e fik zjarrin ujë. Subhanallahu, jo e keqja. Është sikur se zjarri. Më kështu po e përgjasën pejgamberi alayhi salatu wasallam, zjarri i cili djeg dhe e keqja djeg, edhe është e nxehtë. Edhe sa njeri djeget me to, sa njeri përvlohet me to. E tash kush e fik ato? Këtë gocën e të keqës e fik sadaka, po thotë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mirë. Pastaj thotë namazi muslimanit natën. Namazi muslimanit natën të afron shumë të xheneti. Mirë. Vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, a budon më tregu cila është puna kryesore, cila është shtylla e kësaj pune kryesore dhe cili është kulmi. Thotë gjithsesi i dërguar Allahut. Thotë puna kryesore, çështja kryesore pa to zban është Islami. Shtylla e tij është namazi, ndërsa kulmi është lufta në rrugë të Allahut. Mirë. Pastaj thotë, a budon më tregu, pejgamberi alayhi salatu wasallam këtu i ka bëu gati, më thon Muadhi ibn Xhabeli. Mirë, po ja thotë çfarë formë, do më tregu diçka për me nxit ato edhe me bë më korreshton, pu edhe mu koncentru më tepër në ato që po e thot pejgamberi alayhi salatu. Thot, a budon më tregu diçka që t'i ruan krejt këtu. Subhanallah. Nëse i kemi parasysh këtë punë, domthonë shahadetin, adhurimin e Allahut, mos i bësh shakati, namazin, zakatin, agjerimin, haxhin, agjerimin vullnetar, sadakat vullnetare, pastaj namazin e natës. Pastaj puna kryesore e Islamit, shtylla e saj namazi, kulmi lufta në rrugën e Allahut, apo do më tregu diçka që i ruan krejt çto? Çka i bën kjo? Kjo i bën që ka mundësi mi hub këtë njeri. Ka mundësi muslimani i bën këtu po i hub. Qysh i hub ka forma ndryshme, por kjo është temë veti. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam, apo do më tregu diçka që i plotson këtu edhe i ruan? Thotë gjithsesi i dërgoi Allahut. Edhe e ka gjuhën. Çfarë është rëndë? Aty ku do të na marr. E ka gjuhën e vet pejgamberi alayhi salatu wasallam, thotë ruaj çetan. Ruajta. E Muadhi ibn Xhabeli djali i ri, se ka ditë deri në këtë moment se kena mu llogaritë edhe për fjalë që i themi. Thotë e dërguar Allahut, a kemi mu llogaritë edhe për fjalë që i themi? Oh Muadh, thotë të vajtoft nona. Është kanë shprehje kjo që kanë përdorur, por nuk është për qëllim mallkimi këtu, sepse tamam puna me mallku pejgamberi alayhi salatu. Mi po është kanë shprehje. Thotë pa ka diçka që i përplasën njerëzit në xhenem me fytyrë më tepër sa gjuma. Çka i bën kjo vëllasi? Kjo i bën se krejt që të punë të mëdhoja, që du të mos sjellna rreth tyne, disa i kemi obligime dhe shtylla të fesë që kemi patjetër, namaza, xherime, zakate, haxh, një pjesë e madhe e njerëzve, me krejt pas ka nevojë miru. Kush pe kujt mirujt? Kush na i prish? Kush i rrezikon këto? Po rrezikoj ka gjuma. E me që të gjenë ka kaq rrezik i madh, wallahi pi avlej ka më marr me gjuhën seriozisht. Unë më fol vazhdimisht 30 vjet, edhe gjuha më prish namazin, nesër me dol zero para Allahut, me ma prish sadakën, me ma prish agjerimin, me prish këto punë të mëdha. E ma mirë me gjuhën se sa, me prish të me këto punë. E për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam, po e përmend këtë hadith, këtë fund po i përmend shtyllat e Islamit, punë të madhore të Islamit, edhe në fund po i thotë ruaj këto se gjuha ti prish. A është e qartë? A ka nevojë me shpjegu më tepër pejgamberi alayhi salatu wasallam rrezikun e gjuhës, se çka na bën gjuha, të cilën Allahu na i ka dhënë nimet, mirë po shpesh mundet më ndodh që mu bë musibet, mu bë fatkeqësi, e cila leçi na i prish, leçi na fut në xhenem, po na i prish edhe punë të mira. E kështu pra, pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë hadith po i tregon Muadhi ibn Xhabelit, edhe po na tregon edhe neve gjithve. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në hadithin tjetër, edhe ky është i saktë, thot kush mi garanton dy gjëra, ja garantoj xhenetin. Kush më garanton ato që e ka mes dy buzëve, gjuhën, edhe ato që e ka mes dy këmbëve, unë ja garantoj xhenetin.
Dohon çka xheneti qenë ka i lidh për gjuhën, edhe për nder. Për nderin e njeriut që i ruhet zinas, edhe i ruhet prostitucionit, edhe i ruhet fjalës keqe. Ai i cili i lëshon këtu edhe nuk i garanton këtu, wallahi e ka rrezik me mrri, me hyrë në xhenet me të partë. Pse se pejgamberi alayhi salatu kur po i thot kush mi garanton këtu, ja garantoj xhenetin, çaj që si garanton këtu, s'ka garancë për xhenet pastaj. A pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur po i thot atij që garant pe me e ka që i rujti që të dyja në xhenet ka më thonë sigurt. Mirë si rujti? Allahu e di çka bëhet me fatin e tij, në mirë, po e ka rrezik vallë. Kush është kjo gjuha? Gjuha që gjithashtu po përmendet në këtë hadith. Pastaj Allahu në Kur'an thot, do që e bën edhe më serioze këtë punë, që na më morë më seriozisht me gjuhën. Të ndërum vëllezër për gjuhën, rreziqet e saj, problemet e saj, të mirat e saj. Wallahi me fol me orë nuk harxhohet llafi, edhe ja vlen me fol. Sepse gjuha të ka helmi që i helmon krejt punë të mira, po gjuha mund të më konë edhe mjalta që i amalzon gjitha. E mos që është kështu, atëherë vlen më marr shumë të mirë, po na do t'i bim shkurtimisht do të përmendim gjërat që janë më me rëndësi. Allahu thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk e shqipton njeriu muslimani asnjë fjalë vetëm se i ka dy melaçe që rrinë me ta dhe i shkruajnë. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se çdo fjalë që del prej gjuhës shkruhet dikon edhe kena me dal mu ballafaqu me tonë në botën tjetër. E tash gjuha që më thotë Allahu kanë shpëtu besimtarët, fillim që tha, kanë shpëtu besimtarët të cilët e falin namazin kështu, e ruaj gjuhën. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam po i përmend krejt punë madhore të Islamit, po thotë ruaje gjuhën, dashmirujt këtu. Pastaj kush mi garanton gjuhën edhe ato që ka mes kamë ja garantoj xhenetin. Pastaj Allahu po i thot se nuk ka fjalë që e nxjerr prej gojës vetëm se e shënojnë me laçet. Çfarë do marrin? Çka po dojmë më tepër për më bind për rrezikun të cilën mund do të më na i sjell gjuha. Mirë, kjo nuk do thotë që tash na me kput gjuhën. Hoç, çuçi e prunë hesabin më mirë pe kput me gjuhën s'po fol me hiç. Jo, se njëri e kput gjuhën, po tani me dukur bana pet. Po kryesorja, do thonë gjuhën me eduku është për qëllim. Gjuhën me eduku dhe me rujt se për ndryshe po suroj gjuha, atëherë është rrezik më na humb edhe punët e tjera të mira dhe ashtu aq pak që i kemi. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në hadithin e vërtetë, thot ndodh njeriu, këto është për qëllim muslimani, sepse sa herë ju ka drejtu Medinalive, ju ka drejtu muslimanëve, ja dihet. Mirë po ju ka drejtu në formë përgjithshme pejgamberi alayhi salatu wasalam, se nuk e ka pas zakon mu ju drejtu dikujt direkt, po këshillat e tij janë të përgjithshme. Çka është puna e ninjerit, çka është puna e atij që bën kështu, po ato e ka pas përpara. Mirë po me përgjithsu. Edhe mos më ngushtu ato, çka është puna e atij që mendon kështu, çka është puna e dikujt që mund të më mendon kështu. Tash po thot këtu njeriu, do të thonë kush është njeriu ne ti? Na jemi njerëz musliman. Thotë ndodh njeriu e thot një fjalë. Një fjalë, cilës nuk i kushton rëndësi, si javë në veshjen të tëra. Çka bëhet me to? 70 vjeshta e futën në xhehenem këtë njeri. Subhanallah. Fjalën pranverë e përdorin edhe arabët për më tregu vjet, sikur të na thonë 17 pranvera. Pse? Sepse pranvera është më e këndshme. Edhe përdoret pranvera për vjet për më tregu që kanë qenë vjet mira. Ndërsa Allahu këtu po i përdor vjeshtën. Në fakt pejgamberi alayhi salatu wasallam po thot 70 vjeshta, domthonë edhe 70 vjet, edhe vjesht, edhe jo të mira, një fjalë më ta bëj këto. 70 vjet në të fundos në xhehenem kur del masanin. 70 vjet për një fjalë, për një fjalë. Pse? Se një fjalë prish shumë. Një fjalë në rreth shumë, një fjalë prish shumë, edhe çat një fjalë ke shumë menol. Ke shumë menol. Do shta më thonë diçka, po s'pe tham më mirë më se thuj. Sa njeri thotë kështu, mirë, shpenol që tu na lë tjetër. Edhe shumë e thjeshtë është. Mos e thuj një fjalë i pishon 70 vjeçit. Ose e thuj një fjalë por rrezikon 70 vjet më fundos, tani duhet 70 vjet për mungjit edhe me dal. Mirë, tani fjala tjetër, e bëma tjetër. Allah alem sa vjet, sa qindra vjet e sa mia vjet bëna ki fundosen. E mos është kështu, atëherë çështja e gjuhës është shumë serioze rrasi. Shumë serioze është çështja e gjuhës. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin tjetër, në çdo sabah biri të ademit
pjesë gjymtyrët e trupit i thënë gjuhës, ki frikë Allah. Hadithi vërtet. Mo me dorë, e me sy, e me vesh, e me zemër, e me gjithë shka i thëtë gjuhës, ki frikë Allahut, se na jemi mas teje. Ti nëse je drejt, na kena me hez drejt. Ti po ushtramove, kena me ushtramu me ty. Kështu thot, në hadith vërtet pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirë, e kuptum rrezikun e gjuhës. Mirë, kur e kuptojmë rrezikun e gjuhës, çka duhet me bëna? Me lehtë çështu? Rrezik i madh kokë, rrezik i madh. Por rreziku duhet më përgatit për rrezik. Që mos më në rreziku mos anena. Çka? Unë duhet me orë përgatitja jonë që me punu shumë edhe më lodh shumë për me eduku gjuhën. E shet mjeshtin e mirë që e kryen një punë. Dhe ta knosh synin kur e sheh. Po që sa e ban që punë? Që 20 vjet. Po aty po 3-4 vjet i kanë shku derisa e ka bo zanotin edhe e nxjerr punën si të vizatuar. E sheh tjetrin që shpjegon, e sheh mjekun, flet për smundje, kur e ka pacientin përpara, sikurse kur i themi na emrat e njëri tjetrit. Pse? Sepse aty ju shdosh 10 vjet për me orë deri te çka. Mirë, edhe neve nuk është morre, as nuk është humbje, përkundrazi është investim, nëse na shkojnë në vjet duke eduku gjuhën. Edhe pastaj i themi Allahu, ditën e gjykimit o Allahu jam 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet jam lodh me çet gjuhën teme derisa e kom nol. 10 vjet. 10 vjet kum bo xhihad. Sepse njerëzit sot janë gjendje ndoshta me bollë luftra, edhe me qujt lloj xhihadi, apo xhihadin kryesor me nol gjuhën në nol. Cilat shprehje sot i kemi që i nimi ma tepër, fatkeqësisht. Shprehjet që ma të lehta sot i themi ai munafiku, ose e nim, ai qafiri, ai fasiku, ai pushtri. A dini këto shprehje vëllezëri në shoqërinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, sahabëve kanë qenë sikurse kodra të mëdha me qit dikujt, në kodër u shkon më lehtë sa më thonë ç't fjalë. Nuk ka qenë kështu shoqëria e pejgamberit alayhi salatu wasallam e edukuar në këtë formë me kësi shprehje më shumë. Mirë po, shprehjet e para tonat, me bo pak me ja pri shtymin dikujna, edhe ai munafikesh, fasikesh, i pushtër, mashtrus, qafirë, shprehjet më të rënda, shprehjet të cilat, kur ka thonë handvale, kur ka thonë jam bo munafik, e Ebubekri ka thonë shka ka ndodh bre, shka ka ndodh, pse je bo munafik, dhe mëse e modë shkon, kur kanë shku të dy të pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe Ebubekri, edhe handvale, kanë thonë jena bo munafik, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka ndodh, kallzoni më shpejt. Pse jeni bo munafikat, dhe mëse u shkon e rënë kjo, me i thonë dikujt, të sot është ma e lehta. Ai fasiku, ai qafire po, jo s'te ku ka i për një tjetër, e mirë që ja dhave etiketën edhe biletën, ku pe e lenë këto tash e ti. Që që thua Allahu ditën e gjykimit që Allahu ma ka marrë mene paqësh. Qysh e shkep këtë tiketë, që të sahabët u shkon tiketa, ma e ronë mja dhonë dikujna. Edhe qka? Prap, është në gjendje, me bëjloj lufta, mo qëtë luftën me gjuhën e vetë së në banë. Luftën me gjuhën e vetë, nuk mundët me bëjë. E kur i kemi parasysh kretu që i thamë dasni, atërë duhet të dim dy gjëra, shumë rëndësi, se 2 pika që dalin si konkluzat që saj që thanë. E para, ta kuptojmë se sa rëndësishme është lufta, beteja e jonë me gjuhën tënë. Me gjuhën të cilën e kemi sprovë, e kemi një met po dhe e kemi sprovë, e kemi një met se me to e hojmë ushqimin dhe e treti, mësë është pjesë e sistemit të tretjes. Me to e ndim shijen dhe e shijojmë ushqimin, me to flasim. Ato e kemi zbukurim, e shumë se një, mirë po dhe me to mundemi me prish ballë. Këto duhet me najbo me dije neve se sa rëndësishme është lufta me gjuhën tënë. Sa dush që të lodhësh, sa dush që të lufton me ta, wallahi në hajër të madhje. A di kur jenë rrezik, a di kur jenë me probleme, kur nuk lufton me gjuhën tonë. Edhe e sheh ato, dika një cili falet në shta, mirë po i ka shprehjet e rrugës, nuk guxon me ju afru natë, ose s'guxon me u taku me dikanin që e ki ditë se sonorën për fjallëve time. Thotë që, wallahi qështu, unë e s'moj, o mënesh wallahi, o pasha zëtin mënesh, me lanë edhe këta, po nuk je të dështë. Ose nuk je i vendosur për me bo këta për ndryshe mënesh. Qysh e ke njësë më falë, qysh e ke njësë ata mënesh edhe gjumës me hanë këtër.
E thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu dhe bën të bej, pasha Allahun thosht, nuk ka dikush që meriton me nejt në burg ma gatë se sa gjuha. S'ka dikush që e meriton burgun ma shumë se sa gjuha. Ndërsa Abu Bekri radhiyallahu anhu e kapte gjuhën e vetë. Edhe ke sa rreziqe të ashtu mshtikja. Kush? Abu Bekri. Që pejgamberi alayhi salatu wa sallam Abu Bekr, ti je në xhenet të kon gjallë. E kap gjuhën. Në rreziqe ato mshtikja. Seriozisht e ka bëu Abu Bekri radhiyallahu anhu. Për arsye se ai ka kuptuar se sa i rrezikshëm është gjuha. Edhe kur e ka kap me gisht, e ka kap në formë qortuese edhe nënçmuese për gjuhën e vet. Kjo pika e parë. Pika e dytë është se do të llogaritemi për gjuhën. Sigurisht se çfarë në hadithin e Muadh ibn Jabalit, a ka diçka që i përplos, çështu ka ardhur hadithi. A ka diçka që i përplos me fytyrë në xhenem diçka më shumë se sa gjuha. Mon kur e shtin dikonin, ka dole, është një farnderi. Mirë, kur e marrin policia dikan, edhe dur t'i ka të leta për mas, edhe ja ulin kokët dhe poshtë, është një farë përbuzje. Mirë, kur e merre gjuhën edhe e shtin banan çështu, s'ka përbuzje më shumë. E çështu gjuha ka me i përplasë njerëzit në xhenem, Zoti na ruaj. I kuptum këtu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, nuk rregullohet, nuk drejtohet imani besimtarit përderisa nuk rregullohet zemra e tij. Pa u kon zemra mirë, as imani s'është mirë. Thot edhe zemra e tij nuk rregullohet pa u rregullu gjuha. Pa u rregullu gjuha. Mirë, atëherë u kuptu rreziku? Ta shohim se siç ndronte pejgamberi alayhi salatu wasalam me gjuhën e vet. Cili është shembulli i pejgamberit alayhi salatu wasalam me gjuhën? Fillimisht Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu thotë i kum shërbyer 10 vjet pejgamberit alayhi salatu wasalam. E dini Enesi ka qenë shërptor. Si ka ardhur në Medinë nona vet ka shkuar dhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, "O dërguar i Allahut, nuk kam diçka unë me ndihmu këtë fe, po e kam që djalë, po duam të talon shërptor këtu." Edhe mëson të tillë të shërben. 10 vjet thotë se kum do pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për 10 vjet ai e përshuni ja pejgamberin alayhi salatu wasalam. Thotë kur e kom prek dorën, qa që butu kon as më ndafsh s'ka në dënjat që ojnë për ma i butë sa dorë ati. Edhe nuk ka erë parfumit ma e mirë sa era dorës ti, kur i fërqa për dorë. Thotë 10 vjetë i kom shërby, kur njëherë nuk më ka thonë për diçka që e kom bo pse e bone, edhe për diçka që se kom bo pse se bone. Sa him në atë shpia, pse që tonë? Ku që të me bo? Pse e keni bo? Mirë, ka mundësi me pas drejt këtë ras. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu po na e sjell shembullin e edukatorit më të mirë, edukatorit përgjithësi mirë, po edhe edukatorit të gjuhës vet. Pse e bone çton? Pastaj fillojmë me ranu, pastaj fillojmë me shau, pastaj fillojmë me nënçmu. Pse? Për diçka që u kryen mos kthehet ai. E kështu po thotë Enes ibn Maliku radhiyallahu. Pastaj Aisha radhiyallahu kur u pyet për pejgamberin alayhi salatu wasallam për moralin, mos vdekjes tij. Cili ka qenë morali i pejgamberit alayhi salatu wasallam? Thot nuk fliste fjalë të pahishme, fjalë të pamoralshme, edhe jo etike. Madje thot fjalët jo etike nuk ishin pjesë e tij, domethënë natyrës se kishte ai me fol këtë fjalë. Mirë, po kur u bë pejgamber, edhe më hiç. Gjithashtu thot nuk e ngriste zonin kur fliste në për rrugë edhe në tregje, po edhe nuk e kthente të keqen me të keqe, falte shumë dhe tolerante shumë. Aisha radhiyallahu me 5-6 fjale ka përshkruar moralin pejgamberit alayhi salatu. Mirë, po ajo që po na intereson është se kur prej tij nuk ka dalë fjalë jo e mirë. A keni dëgjuar ndonjëherë? Ose po e sfidoj këndën që na e vjen na e sjell një rast nga pejgamberi alayhi salatu që ndonjëherë e ka ngushtuar dikan me fjalë. E më thonë, siklet madhe më konë para fjallet pejgamberit alayhi salatu. Ka ndodhë me në kështu kur nuk ka ndodhë, e ka qërtu pejgamberi alayhi salatu, plot njerëz ka qërtu. Mirë po qërtimi u konë që asisoj që kur nuk u një ngoshtë, u një ngoshtë që e ka bo gjunohen, ose gabimin, ama pse po ja thot pejgamberi alayhi salatu ato fjallë, kur su një ngoshtë. Ma dje dhe pa besimtarët, i kanë thonë i qmendur, i kanë thonë mashtrus, i kanë thonë kështu, kur nuk i kanë thonë se kjo është i pamoralshëm. Çka fol kë ai për fjallet. Kur se ne kanë thonë këto. Se ne kanë thonë ndoshta fjallën më të rëndë që e ka thonë pejgamberi alayhi salatu kur ja kanë gjitë ai përfyti. Edhe ato Muhammed doj drejt. Subhanallah. Wallahi siklet i madh është. Njeri më mënu me doj drejt, sot, njeri më mënu me doj drejt, edhe me orë dikush në hanë, valla, që ke sot drejtësi. A në nëzëjhen qelet,
Zëhen qelë tani krisët, debati po ki krisët më shumë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nështë ta fjallën më të ranë që e ka thonë, mirë për tyje. Nëse unë s'doj drejt, kush ka me do drejt me? O dosh me thonë që të fjallë, se Allahu më ka qumë me mojë drejtësiti, më thotë doj drejt. Ai Allahu më ka thonë, më ka besu drejtësin, tisë për më besan. Tonë që të fjallë nështë është për i fjallë më të ranë që e ka thonë dikujt. Mirë, po kur nuk është një kush në siklet me fjallët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pastaj një herë i thanë shokët e vetëm sa ishte në Mekë, oj dërguari i Allahut, lutu kundër për besimtarëve, çka janë të na bë. Edhe kishte arsye mu lutu pejgamberi. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Lam ub'ath la'anan." Unë s'kam marrë me mallku njerëzit. Unë s'kam marrë me isha njerëzit. Unë kam marrë rahmet për njerëzit. Mos del pe gjuestina. Se qëtë gjuha e ti fjallën, e pahishme dhe fjallën, ju e tike. Gjithashtu, jahudit kër e kanë shfrytzuar rastin, edhe i kanë, kinë se po e përshëndesin pejgamberin alayhi salatu wasallam, dhe i kanë thonë, vend se me i thonë, assalamu alaikum, i kanë thonë, assamu alaikum. Assamu është vdekja. Assamu alaikum dhe thonë, vdeksh. E pejgamberi sa më thonë, edhe jo. Assamu alaikum, wa alaikum. Dhe më thonë, qështë më thoni mu edhe ju, që ka që vesh? E Aisha radhiyallahu anha e kanë duru këtë fjallë. Ka thonë, alejkumu l'ane, o alejkumu s-sam. Thotë, me hi Aisha. Aisha thotë, vdekshi jo, e të malkum qufshi. Thotë, pejgamberi se vajo, mësi jep zërë. Mësi jep zërë. Thotë, aspeshi që ka pëtojmë, po thotë, po që ka ju thashën, që kam thënë ata, unë i thashë edhe ju qështë. Kjo do më shko. Kjo është konë morali i pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe fjalët e tij. Sepse vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam tha inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, Allahu më ka dërguar me sjell moralin e lartë në tokë. E tash Allahu po i thotë ço moral në tokë, dhe ai më qeni pa moral shumë. Edhe pjesë kryesore, komponent kryesor i moralit është gjuha. Sepse e dini gjithë rastin, kur e kanë përmend një grua pejgamberit alayhi salatu wasallam, e cila falet natën edhe agjeron ditën, ka thonë mirë, po kushit s'janë rahat për fjalët, për gjuhës të saj. So rahat kërkosh. Pëtir ata, shon ata, vret ata, ranon ata, do të jenë xhehenem të kuka. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, do të xhehenem të kuka. Pse s'është moral ki? Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam, me çfarë njerëz u ballafaqu? U ballafaqu me krejt shtresat e mundshme. Ka orë njeri me vraj, ka dollë për para. Ka orë njeri murruk me toj, ka dollë për para. Ka orë njeri ka thonë s'podon drejt. Ka orë njeri thëtë më ka bo pa drejtësi vlojem. Ka orë ai tjetri me shtresat të ndryshme. A e ka ranu në njënë. Me krejt i ka përdojrë fjalët ma etike, fjalët ma të moralshme dhe fjalët të cilat kanë zonë vend dhe nuk e kanë prej kërkonin dhe se kanë rënu kërkonin. Historia është e gjallë, është e shkruar. Le të hulumtojnë njerëzit, kush do le të hulumton, le të gjon ndonjë fjalë të rëndë në cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka prek dikonin, edhe pse u ballafaqu me njerëz të ndryshëm. Me mentalitete të ndryshme. Për shembull, ka ora i beduini thotë, "O Muhammed." Llogaritë me dina lit kush i ka thonë Muhammed, këti ka thonë i dërguar i Allahut. "Jo Muhammed." Ai ti vjen, "Cili o Muhamedi këto be?" Dhe sikur çoban me zveti. Ka thonë afro. Orë në qaki. Kjo është kanë fjalët dhe morali pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj vetë i dërguari Allahut thotë njerëzit ose muslimanët që jetojnë mas afër me mua, edhe më të dashur për mua, në ditën e gjykimit janë ata të cilët kanë moral më të mirë. Pastaj hadithin tjetër thotë njeriu muslimani me moralin e mirë që e ka, me fjalën e mirë, të moralshme, edhe jo të pahishme, e mrin shkallën edhe shpërblimin atij që falet natën edhe agjeron ditën. Me moral të mirë. Mirë, kjo është për qëllim morali i muslimanit i cili i ka dhe punët e tjera në rregull. Sepse morali i mirë kënej po, por nëse se ka namazin për shembull. Morali i mirë po kënej na mirë, por nëse nuk është kërkuar me farzat e Allahut, këtu është një defekt i madh. Po këtu e kemi për qëllim muslimani i cili i ka në rregull punët e mirë, po ka moral, atëherë e arrin shkallën e atij i cili falet natën edhe agjeron ditën. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam thot inna sharra an-nasi man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi. Wallahi hadith me marrë vesh
arabisht që është, edhe pse dhe shqip, del kuptimi kogje, i trishtushëm, ose kërcënus me thonë më mirë, po me morë vesh arabisht, flokët e krijes që unë përpjet. Që neve në ndodhë së dhe se vrejmë këto. Thotë prej njerëzve më të këqi, llogarit është njeri më i keq, ose njerëzit më të këqi, muslimanët më të këqi. Thotë janë ata të cilët i largohen njerëz prej tyne nga fjalët e rona që i thojnë ata. Edhe çka? S'ki qef me folë me ta, s'ki qef muzatet me ta. Lebe se, po në ramen. Lebe se po në ngushtan. Mirë, sa njeri në thotë sot kështu neve? Sa njeri sot i ik takimit me neve? Sa njeri sot s'ka nuk donë mu muzatet me nejt, ose me folë me neve? Që se ngushtojmë në lopështë. Së është rahat, me fjallë që ja thejmi së është rahat. E pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë kjo është për njerëzve më të këqij, që njerëzit ikin betina, veç mos i folëm. Se tani kur po fol, po na ranan. Ose po na ngushton, ose po fjalë të rana që subjekt thejmë. Ndërsa ky mund me thonë vallahi për shemb mos ulëm deri kush për para. Këti likvidaj. Kush son që ndron me mua, këti muj. Oj mirë më thonë. Njerëzit janë të ikë pe te mos u ballafaqu për shkak të fjalëve dhe fjalorit tol që ke. E kjo të banë më konë për njerëzve më të këqe. Ndërsa ti thunë e krejti muj, kërkush së në shtimit me mua, së në folë me mua, së në debaton me mua, qëfar debat është kë? Kur njerëz të ikin nga morali e ullët dhe fjalët e ullëta që i përdor. A mundet me në ndodhë kjo? Në ndodhë se zëndi për neve, ka disa njerëz që nështë nuk kanë qef me i dëgju fjalët dhe mu taku fjalët e tune. Pse? Sepse ndihen siklet, që janë mirë me fjalët e tune. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam po të më të këqit. Ose janë prej më të këqeve. Mirë. Peçkafit konkretisht me rujt gjuhën, edhe pas kujdes, do t'i përmendi shkurtimisht pikat edhe po e mbarojmë. Pika më e rëndësishme dhe kryesorja është me rujt prej gjërave të cilat i ka konsideru sheriati shirk. Allah i na rujt. A mundet muslimoni me ran shirk? Mundet. Mundet me ran. Për shembull, sa namazliju betohet në nanë, në babë, në tokë, në qiell, në hanë, në dritë, ditë, çka do tjetër. E pejgamberi alayhi salatu wasallam po kush betohet ju në Allahun ka bo shirk. Shirk i vogël apo shirk? A ka mu llogarit për këto? Ka mu llogarit. A kemi këto? E kemi. A kam fjallën, domethënë si shoqëri e kemi. Pastaj forma të ndryshme. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, Allahu po thot lëndoni birja demit. Allahu s'lëndohet, mirë po e përdor këtë. Qysh? Thot, ai e shon kohën, a unë jam koha. I po kohë e keqe ka. Fardite e keqe. A u vetë të orë shiva? A vetë kështë orë në zetje? A to të qudi kush? E thot Allahu, e thot pejgamberi alayhi salatu, Allahu thot, birja demit po më shqetëson, ai e shon kohën, a koha jam unë sepse unë e lëvizi kohën. E Allahu e lëviz kohën, domethënë, ai i cili i ka këtë vrejtje dhe e shon kohër dhe i shon fenomene dhe dukurit të cilat nuk kryhen me vullnetin e tyne, po Allah i lëviz atëherë, po i shon Allahun e nërsu. A ndodh kjo ndodh. Ndodh me thonë këtë fjallë, kjo fjallë është rrezikshme, kjo fjallë është helëm për veprat që i bojmë. Në pastaj, me folë në emër të Allahut pa dije. A në ndodh. Garant që du të më konë kjo, dhe sikur se ke këtu këmë di qka, në i fara ore, më u prashita, më u livru, u bon që shumë, bon s'prish, mos u bon si jetë bëhat matë, mos u bon të krejt bëhat një pjesë, edhe fletë për meselet ma, e garant që të më kam kjo. Ka? Kusht tha? Ku e ke ledzu? Pa që të më kam? E kjo për gjinohet më dhaja. Me folë në emër të Allahut, për fejnë Allahut pa dije. E Allah e përmend gjinohet më dhaja, në një ajet, thot kull innama حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Thot Allahu i ka ndalu fjalë të këqija, të dukshme, të haptas edhe ato që janë të fshehta, i ka ndalu gjunahet, veprat e shëmtuara, me i bo shok Allahut edhe me fol për Allahun që ka nuk tim. A në ndodhë kjo sot neve? Pse? Kur të shkojmë të mjeko, nuk i thoi mjeket doktor, mësë mi qëtë që të kokra, ku gjusë të bajshimiq, që mi do tjera, ose qëtë mi qëtu, ose doktor qëtu mësë më prekë për që kënina, ja, dërzomi krejtët. Qështu i dërzomi mësusit për fëmin këtë në furë, qështu mjeshtit, qështu atinami. E pse të hoxha kur të shkojmë, ja, hoxha vëllah sashtë. Pse këtu në shtohen apetitet?
për me fol për fe. Ndërsa zanat të tjera s'foli, Allah s'guxoj. Ja, s'kom ly korr. S'kom marru korr, s'kom muratos korr. Mirë. Bravo, ç'është do të thonë? E pse te feja apetiti këtu për me fol? Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Edhe me fol për fenë Allahut, edhe në emër të Allahut pa dije. Kjo është për gjuna më të mëdha, për veprave më të shëmtuara që del i çet gjuha jonë. Pra duhet me pas kujdes gjithashtu. Pastaj shpifja, përgojimi, gënjeshtra, rrena, dëshmia e rrenjshme. A dini sot vëllezëni, sa haqet të njerëzve shkilen edhe në përkambën për shkak të dëshmitarëve të rrenjshëm, edhe dëshmive të rrenjshme. Mbledh dokumenta, mbledh fakte, mbledh njerëz, pagun dëshmitar, krejt këta me i sjell në gjëgj edhe me marr hakun e tjetrit, nuk është hakitina. Pa drejtë të marr, mirë po, me dëshmi të rrenjshme. Edhe vjen ai puthët. Kjo tokë shkon hanedan e këtina, na e din. Ai e din që është pagu me parë për me dhënë këtë dëshmi. Dëshmitar të rrenjshëm. A ndodh kjo, ndodh. Pastaj përgojimi, shpifja. Pikrisht, ato që e përmendu më herët në hadith që pejgamberi alayhis salam i tha Muadh ibn Jabelit, dashmirujt krejt këtë ruje gjuhën, lidhet hadithi atij muflisit, atij të falimentumit. E dini hadithin e muflisit, që ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush është i falimentum te ju? Sahabët thënë, që i falimentum te na është që ka pas parë dhe mos ka tangall, umet. Ka falimentum. Do të kjo është te ju, te Allah është tjetër kush. Te Allah do të është ai i cili vjen me namaz, vjen me agjerim, vjen me zakat, vjen me hax, vjen me vepra të mëdha. Mirë, po këto e ka shoh, këto e ka marrë në përgoj, ato për to ka shpif, këto e ka prek deri, këto e ka rrej, ato e ka vro, edhe i mirën punë të mira, edhe me zero. Çka i bën kjo? Kjo i bën që gjuha na lodh dy herë. Edhe kur flasim fjalë jo të duara, e cila nxit armiqësi, nxit urrëtie, edhe në anën tjetër në ditën e gjykimit për shkak që sa i të falës e shohim namazin tënd të dalën peshojt atij natje. Subhanallah. Për kanë më fal më rune, ti shkon bile më dhon babës ja nonës namazin. Që thënë dietarët e hershëm e përmendën kufse po e përgojoi dikan, po e përgojoi nonën edhe babën, bile le të mi marrin sevapat ata, mos shkojnë dikun larg. Ai bojmë këtu, ai bojmë. A jemi të kujdesshëm, si jemi të kujdesshëm? Mirë, po këtu i hajnë punë të mira të unat, si kurse ta mund shihan zjarri, drumt. Që të sa dushti, a i shkrimët korderi, kiamet, këtë drumt të dëjons, molet të dëjons i djek. Edhe s'njihet, zjarri nuk njihet kur. E qështu edhe gjuha. Pastaj, fjalët e rënda, etiketimet, fjalën faseke, këtu që i përmendu më herët. Kush po i shtin me thonë këtu fjallë? Kush po i shtin me i thonë këtu fjallë, subhanallah? Me dhonë këtë epitet. Ati etiketën e fasikit, këtina munafikut, atina kështu, këtina kështu. Me thonë, po që ke fjallë e fasek? A di që po në ki namazin e 20 vjetëve ta merë, o njeri, nëse falet. Namazin e 20 vjetëve ta merë dhe të lemë paton. Del para Allahut sikur se si falë 20 vjetë. A gjerimin e të një jetës po në ki ta merë. Më rasia është ai, me nëzirë diçka që ju kam ledhë këtu dhe me thonë dikujt fasik. Ose që ati që ja ka ojnaut e i fasekish. Po dhe hova vjen falet aj. Jo, unë shumë ka bo njëherë. Mirë, ti shka i ke bo një 2-3 herë? Me njësë kështu. Sa herë ndodhin si nga trejsa, me i thonë fasek, munafik, qafer, idiot, mashtrus, tradhtar, dredhagji. Këtu kanë kostu, lasë një këtë shprejhe. Janë të leta për gjuhën, a mu kanë kostu, që më në ki ta merë namazin të njëtës. Ta merë haqin, me cilin shpresat me hinë gjenet. Pejgamberi alayhis salam ka thonë që haxhi i pranum nuk ka problem tjetër pas xhenetit. Ta merr. Tu afro dhe xhenetit ski hax. Pse ta ka marrë dikush tjetër për një fjalë që i pas akuzuar mirë. Pastaj sharjet edhe fyrjet. A janë bosot pjesë e shoqënisë tonë? Po ba ta shohën. Edhe të namazlitke, të disa. Po ba ta shohën, nuk e kanë dert. Shohën edhe me nonë. Emi që kaq vlerë ka nona që e keni qitë në pazare, kush dënë me shajt. Nërsa pejgamberi alayhis salam po thot, prej gjunohave më të rona edhe më të liga, është kur njeri e shon nonën e vet, edhe babën e vet. Në dërgu me Allah, qysh njeri me men në kryje e shon nonën edhe babën? Do të përkë e shon nonën e atina edhe babën e atina, a i kthehet dhe e shon babën edhe nonën. Edhe shtu është përhape shamja. Qështu u përhape shamja?
Tërsa kjo është për fjallëve më të liga, për fjallëve më jo etike, më jo morale që mundet me nxjerrë goja muslimonit, të shamët. Mirë po, dikush vlla që të pak punë që i ka vendos me avon njerëzve, i gjymert. Bujarë dhe përdojnë me avon punë njerëzve. Pastaj çdo fjalë tjetër, bisedat e pamoralshme. Unë sot, fatkeqësisht në për rrjetet sociale, bëhet garë se cili po është ma trim me shaum, me full ma haptës. Cili po bëhet trim me full direkt, me i përmend do fjalë që halau janë tabu. Këta të prapambetën që janë i llogarisin turp me i përmend do fjalë, kush po bëhet trim i thonë të fjalë. Po marrja e mon njerin, marrja e mon muslimonin. Pejgamberi alayhi salatu wasallam turpi nuk sjell vetëm se hajër. E marrja, dikujt jarun imanin, marrja dikujt jarun punët e mira, dikujt jarun sevapët, dikan e mbrun. Allahu përmes saj e mbrun mos me hinë gjënoh kështu. Ndërsa jo, hajde po bëjmë gara cili pe hek marrën më shumë. Edhe çka? Na për shumë neja, na për shumë çushi, son rrenti aty. Bisedat që bëhen, mohabeti që sillet, fjalë që përdoren, fjalori që përdoren son rrenti aty. Son rrenti. S'ka ne të vënë më aty. Ato fjalë, për shembull, kur janë kanë neja të burrat veç edhe gratë të veç, burrat me burra dhe nuk i kanë bëu ato mohabete. Pse sa janë rujt, e kanë rujt në vërstave, e kanë marrë në niveli. Jo, tash, s'ka. Ja, më tash, bliri, fol çka dush, po kjo e fol një ka kost. Mirë po ai i cili nuk i mot me fakturat e ahiretit, ai e lëshon gjuhën. Ndërsa ai i cili mot me fakturat e ahiretit, fakturat të cilat kemi paguar në botën tjetër, vallahi duhet me mot ndryshe. Duhet me mot ndryshe. Ha se një fjalë nuk është zbohet namin, po ku më ditë far shifrën fakturë të ahiretit kur të na del atje. 70 vjet, a tham pejgamberi alayhi salatu wasallam, 70 vjet një fjalë të fundos në xhenem, ka fakturë më të mëdha. 70 ditë me të lënë pa rrym, ose 7 orë me të lënë pa rrym, bëhet rrëmuj. Edhe ka të munësh, kemi hallakat, edhe kemi qenë kam, kemi qenë pesh njerëzit që më shurrim. 7 muaj, 7 vjet, 70 vjet në xhenem, jo pa rrym, në xhenem, në fjalë më të vështirë. E kështu duhet më mot fjalë të ndëruar nëse. Kështu duhet më rujt gjuhën. Edhe më i thon gjuhës, a je gatshme për një fjalë me i pagu 70 vjet të burg, edhe çfarë burgi? A je gatshme për një fjalë 20 vjet namazin më mahub? A je gatshme më marr haxhin pse i tham 2-3 fjalë? Edhe me nalë gumën. Biidhnillahi taala, nuk është e pamundur, nuk është nështë edhe e lehtë shumë, po nuk është e pamundur rujtja e gjuhës, sikur se që kanë rujt njerëzit e hershëm, edhe sot ka plot që e rujnë, edhe ai që don, edhe i lyp Allahut ndihmë për me bë këto, ka me arrit. Llogaritni Imam Buhariu, po e përmeni këtë fjalë edhe u kry. Imam Buhariu ka pasur mbledh hadithet. Domthon puna e tij ka qenë mbledh hadithet. Me pa ato hadithet e kanë zinxhir transmetimit. Filani prej filan. Imam Buhariu ka pas me i tregu se cilin transmetues që është gjendja e tij, që ai mirret fjala si mirret. Që s'ka pas çare pa fol për njerëz. Filani po, si mirret ai. Thot Imam Buhariu, jo mor me hadithe. Dhe thotë që i ka ditë 1 milion hadithe. Do 1 milion rrugë transmetimit. Thot po vdes, para se vetë thot po vdes edhe shumë shpresoj që nuk e kam marrë na për gojë kërkan. S'ka pas çore pa marrë me njerëz, po u mjaftu me çaq. Për shembull, në vend që më thon dikujt ky është rrenc, ky ka rrejt, ky bën kështu, ky bën drejtë, ka si mirët hadithi aty na do kry. Patjetër do të më thonë ç't fjalë, por mi tregu njerëzve se transmetimi që vjen përmes tina s'bën me morra transmetim, se nuk është i denj për me transmetu hadithe, edhe u kry si mirë transmetimi aty. Harron. Për dikonin, harron hadithe. Për dikonin ka fundi jetës tij u ka përzi memoria edhe nuk i mirën hadithet. Çka kaq? Kom po vdestot edhe shpresoj shumë me taku Allahun edhe nuk e kom marrë na përgoj se kom bëu gibet kërkon. Edhe pse puna aty u kanë më marrë me njerëz, do patjetër do dosh më marrë. Mirë po sot Buhariu ka mec në histori. Pse? Sepse e ka rujt fejnë Allahut, e ka rujt gjuhën e vetë dhe e ka rujt nderin e muslimanëve. Allahu na i përmirësoj gjendet tona. Allahu na i rujt gjuhët tona, na i rujt veprat tona. Dhe na boft që veprat tona më të mira më na i shumë fishu, jo më na hupa të ditën e gjykimit. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.